Kush janë kundër familjes Trump? Gjithë mediat botërore. Ore se kuptoj që kombinuan shumë faktorë, po keni harruar më të rëndësishmin. Asnjë vlerës kanë këto faktorë. Shpërtheu në një çast ajo që nuk kthehet më dot. Është si puna një digë, një çar e hedh në një digë. Shpërtheu populli, tani s'kan çfarë i bëjnë. Dhe më fal ta mbaroj. A ka organizim kjo protestë? A ka një që fshihen këtë protestë? Po ta them unë. Jemi si qen roje, gjithë ditës kundër njëri tjetrit ne të gjithë. Jemi kundër një tjetrit duke rujt protestën nga njëri tjetri. Unë e ruj nga, po themi nga Arlindi, po ja fus kot. Arlindi e ru nga Agroshejaj. Agroshejaj e ru nga Atiku i Sorosit. Ai tjetri e ru nga kjo, ai PD-s, të gjithë ruajmë njëri tjetrin. Jemi bërë si qenë që rrim aty e ruajmë që të mos e marri tjetri. Dhe kjo ka qenë fuqia më e madhe që s'duhet këtë lider e protestë. Genti, duket se komploti e pushtoi skenën e protestës, po çështja është që kjo protestë po vazhdon të ketë masivitetin e ditëve të para, sepse kam përshtypjen ai marshimi gjatë deri në Rinas, ndoshta edhe ajo xhiro që u bë dje tek fanzona, sikur i ka tërhequr pak njerëzit. Do ta ndihmoj atë. Nuk e di sa para ka kushtuar ata që i çuan njerëzit e Rinas, sa para u kanë dhënë për ta bërë maskarallëk. Të gjithë ne që jemi qenë aty, kemi diskutuar me njëra, kush ishte ai që mori parat në këtë pislëk? Ti shkove deri në Rinas? Po kur, si do shkoj? Unë isha i parë që reagova. E kemi megafon atë që ka bërë thirrje. E kemi Edhe megafon, nuk e di sa para Genti janë hedhur për ta bërë atë maskarallëk. Dënonsoje, e kemi megafon. Genti Progni ishte? Nuk e di, e kemi megafon. Ata që në protestë, nuk ta protestë. Beti, kjo është një stui perfekte. Do me thënë, janë shumë faktorë që u bën bashkë njëkohësisht, ishte ai grushti i Zvërnecit që u bë për t'i mbyll gojën, po i hapi syt gjithë Shqipërisë, sepse askush nuk po e transmetonte atë ngjarje aq të rëndë, sepse u dhunuan në syt politikëve, edhe censura e spostoi gjithë popullin, nga media tradicionale te mediat e rrjeteve sociale, dhe ajo mori një viralitet, dhe nga ai moment pastaj gurët e dominos filluan të bien. Dhe kjo është pjesa më e rëndësishme. Ka dalë gjindet, kanë dalë nga shishja, janë fatmirësisht njerëz që sipas meje të paktën sigurisht në atë heterogenitetin e tyre ka gjëra që mund na lënë në një shihet keqe, por në thelb është një gjak që pompohet në demokracisë.